Tani që Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK, do vazhdojë mazhoranca të mbështesë vijimin e saj në detyrë? Partia Socialiste e Shqipërisë, edhe në diskutimet që patëm për gjatë javës kaluar sa i përket raportimit të institucione pavarura, 5 institucionet e drejtësisë, Këshilli i Lartë i Prokurisë, Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, Prokuria e Përgjithshme, Prokuria e Posaçme apo Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, kemi qenë shumë qartë që kur nuk do të bëjmë komente mbi meritat dhe mbi çështjet që trajtojnë institucionet e drejtësisë. Këtë gjë e keni parë edhe në këtë moment. Përveç Leonidi që keni bërë komente. Dhe sa i përket edhe pyetjes tuaj, edhe ndërhyrjes nga kolegu, zyrtarisht Partia Socialiste e Shqipërisë nuk bën komente për asnjë çështje veçantë.